nga ata që keni qytë Taiwan, nga ata që keni qytë komandantëve shkollë, ka këta kërkuar votë? Absolutisht nuk votë kemi kërkuar nga qytetari i Republikës Kosovës. Edhe askush nuk i ka quajtur deputetët Taiwan, edhe kjo lloj gjuhe që përdoret për të përgjithësuar, vetëm pak, kjo lloj gjuhe që përdoret për të përgjithësuar edhe për të mos i kushtuar rëndësi detajeve, krijon në publik një qasje refuzuese ndaj medjave tona. Prandaj, askush nuk i ka quajtur deputetët Taiwan. Ju e dini fort të mirë që është quajtur një person i cili ka bërë premtime të cilat nuk kanë qenë jo vetëm pjesë, e të kalonin shumën jo vetëm të buxhetit shtetit, por e të kalonin madje edhe shumën e gjithë GDP-s së Republikës Kosovës. Në atë kontekst është përdor ajo fjalë dhe ju mund ta përsërisni sa herë të doni. Mirë po, e pavërteta, sa do herë që të përsëritet, nuk mund të kthehet të bëhet e vërtetë.